E diela e 5 prillit e zgjoi nga letargjia e dimrit bozovcëm. Zhurma e tupanave dhe këmbënave jojnë nëpër sokaqet e ngushta të këtij fshati duke paralajmëruar nisjen e një tradite të lashtë ilire me histori gati 3000 vjeçare, karnavalet ilire. Të veshur me gzov dhe lëkur prej deleje, sipas traditës, banorët besojnë se do t'i trembin gjërat e këqija dhe shpirtrat e këqij që të qëndrojnë sa më larg fshatit, që të mos dëmtojnë burimet e ekzistencës. Ky manifestim ka këtë qëllim, pra ringjalljen e traditave që mos vinë deri te haresa, sepse përmes këtyre zhurmave, komponave edhe kësaj natyrës të bukur, tregojmë se erdhi pranvera dhe përcjellëm atë kohën e vështirë që ishte një 6 muaj ditë e gjatë. Maskat dhe veshja kreative e karnevalistëve ishin kryefjala e këtij manifestimi në malsinë e Tetovës. Nuk munguan edhe studiues e etnograf që kishin mbërritur nga Kosova e Shqipëria. Një zër i pohojnë rëndësinë e ruajtjes së traditave të lashta ilire. Rëndësia e tij është jo e veçantë, po e jashtëzakonshme, sepse shqiptarët e malësisë së Sharit dhe të gjithë shqiptarët e trojeve shqiptare e kanë nëpërmjet këtij manifestimi tradicional kanë shpërfaqur jo vetëm vlerat e trashëgimisë shpirtërore, por edhe kombëtare, sepse nëpërmjet këtij manifestimi ata edhe kanë protestuar kundër pushtuesve të trojeve shqiptare. Kemi kulturën, Allah duhet ta ruajmë. Po për këtë çështje duhet edhe shteti, edhe populli, edhe gjithë të bëjë investime më shumë, që të ruhet kjo kulturë. Për ndryshe, shumë popujt e dëshirojnë me pas, por nuk e kanë. Unë me kënaqësi më të madhe po marr pjesë për herë të parë në karnavalet shqiptare dhe po pëlqen dhe po jashtëzakonisht është diçka e mirë që e ruan traditën tonë dhe uroj që kjo traditë të ruhet, të vazhdohet, të kultivohet ndër breza se tregon më së miri rrugtimin tonë shqiptar, ka kemi kalu gjatë etapave të historisë. Kështu që mos vdesin traditat, që jetojnë ato se është kulturë, o vlerë, o aset kombëtar që me kanë ky karneval të mundur të turojë shqiptare. Organizatorët e karnavaleve ilire në malësitë e Tetovës thonë se po përballen me vështirësi gjatë organizimit të këtij manifestimi. Nuk është e vështirë as pak nëse kemi përkraje institucionale. Këtë vit na ka përkraje me përkraje simbolike komuna e Tetovës dhe na kanë përkraje dhe individ. Karnavali në Bozovc daton nga kohërat e lashta ilire dhe e trashëguar brez pas brezi pavarësisht kushteve të vështira kanë arritur ta ruajnë si traditë. Ndryshe krahas banorëve të malësisë së Tetovës për të ndjekur këtë manifestim, kishin ardhur edhe shumë qytetarë nga Tetova, por edhe qytete tjera shqiptare.